Prej më shumë se 3 muajsh, rruga që lidh lagjen e re me lagjen e vjetër të qytetit të Bulqizës është e përmbytur nga ujë. Sasi e madhe ujë që grumbullohet nga qafa e bollit nëpërmjet kanalit kullues është e papërballueshme dhe përfundon në rrugën që lidh dy lagjet e qytetit. Tentativat për ta zgjidhur këtë problematik nga ana e Bashkisë Bulqizë kanë dështuar deri tani. Fillimisht u mor një mjet i bordit të kullimit Durrës për të zgjeruar kanalin, por nuk funksionoi. Më pas, bashkia vendosi dhera duke krijuar një argjinatur pritëse mbi trotuarin e këmbësorëve, por si duket as kjo nuk ka funksionuar pasi sasi e madhe e ujit vijon të jetë në rrugë. Ditët e fundit është vendosur një elektropompë për të larguar ujin nga rruga, por as kjo nuk ka rezultuar efektive. Drejtuesit e mjeteve dhe qytetarët e quajnë skandal gjendjen e krijuar në këtë rrugë e cila vazhdon prej 3 muajsh. Është merri më i madh që ekziston. Këtu e mushin me plenë, e në kur u kom thonë një ditë është a jenë të mjell pëmë, apo që e një të bo. E mushu me plenë veni këtu, trotuarin, blokun në rrugun, argjenator me plenë, as gjatë tjetër. Qartë të mund, këtu është merri, kur të heqin ato këpust, kalimtartë, nuk bëhet lafë. Qizmet, kemi pas bëhet qizme në dhe të shi qizme, merë qizme kalo. Mos merës bashkëlia me këtë gjonë, i bon makina të sëpsobo, dhe që bëjë. Reka limtarë më të mina rrëth më ardhë në shkuqetëri. Për zotin është shumë problem, na i shkatroj makinat fare. Nuk e di a ka shtet këtu, a nuk ka, nuk e di që bëhet në këtë vend. I lam legët, veç puno e lelek makina. Prania e ujit në këtë rrugë është kthyer në shqetësim të madh edhe për kombësorët, të cilët për të dalë nga njëra lagje në tjetrën duhet të ndjekin në rrugën nga ura e Vocit.